Nga këtu, shpella është afër. Por mundësitë për ta ngatruar shtegun janë të mëdha. Në asnjë vend nuk ka shenja që tregojnë se si shkohet për tek atraksioni. Ndërkaq në shtegun që zgjodhëm ne, zësht kanë ndërtuar polej. Kjo tregon se njerëzit ka kohë që nuk kanë kaluar këndej pari. Shtegu për te shpella nuk është as i shënjur, as i rregulluar. Përveç banorëve lokal duket se nuk është se ka shkel kom vizitori kënej ndonjëherë. Megjithatë, na po shpresojmë që jena në rrugën e duhur, pavarësisht që nuk kena ndonjë shoqërues lokal, nuk kena dikan, po duhet kena dalë tash përballë vendit për i dashur me kanë shpella. Por ne ja dalëm. Prapa Kudrës, i fshehur në mes të shkëmbit, qëndron një mor i ngritur në hyrje të shpellës që po e kërkojmë. Është ky vendi në të cilin eremitët para 600 vitesh u vendosën. Nga jashtë është një mrekulli e rrallë. Këto janë sobat e mushtishtit. Qysh banorët lokal i referohen këtij vendi mes bjeshkëve të sharrit pak mbi fshatin Mushtisht. Realisht kjo është shpella eremite te cila vështirë arrihet, do jo gjithkush mundet me ardhur lehtë për shkak se nuk ka shteg të qasshëm, nuk është se ka infrastrukturë që të çon tek kjo, ndoshta edhe kjo është arsyeja pse eremitët kanë zgjedhur me ndërtu një vend banim edhe një faltore pikërisht në këtë pjesë të shkombit mbi fshatin Mushtisht. Eremitët janë besimtarë të cilët kanë zgjedhur në të kaluarën ti përkushtohen Zotit duke u veçuar prej masës, tu shku në vende sa më të thella, siç është edhe kjo shpellë këtu, ku kanë ndërtuar edhe vendbanimin edhe faltorën, e prej cilëve ka met shihet kjo godinë, nëse mund ta quajmë të tillë, por nuk është se ka diçka tjetër të shfrytzueshme për shkak se sipas banorëve besohet të jetë mbi 600 vjeçare. Termi eremit, që në shqip do të thotë vetmitar, është thënë fillimisht për një murg të krishterë, që jetonte i vetmuar, indikuar nga bindjet e tij fetare. Fjala eremit vjen nga greqishtja, që do të thotë e shkretëtirës, duke nënkuptuar shkretirën, pra një vend të pabanuar e të vetmuar. Ndërsa vetmitar është përdorur jo vetëm për çdo të krishterë që bënte jetë të izoluar, por edhe për besimtarë të feve të tjera. Të tilla vende nuk lihen në harresë. Megjithse këtu nuk duket se kanë qenë ndonjëherë zyrtarë të institucioneve kompetente. Deri më sot, askush nuk ka bërë ndonjë hulumtim në lidhje me këtë shpellë dhe nuk ka ndonjë informacion për mënyrën se si u ndërtua.
Krejt çfarë flasim ne është bazuar në kujdhënat e fshatarëve. Një prej arsyeve pse banorët lokal këtë vend e quajnë Sobat, është se ky vendbanim, i cili siç ta më herët ka qenë edhe vendbanim edhe faltore në të njëjtën kohë për eremitët, është se i ndan në njësi të ndryshme. Pjesa poshtë, edhe pse nuk janë dronjë të madh që e ndajnë këtë pjesë, vrehet që ka qenë për banim, ndërsa pjesa lart kryesisht është përdorur për lutje, për pjesën e izolimit të atyre njerëzve që kanë qenë këtu, edhe që ju kanë përkushtuar 100% Zotit. Kjo shpellë është vështirë të dallohet nga personat që nuk e njohin këtë terren. Për shkak të pozitës gjeografike, është fryzuar edhe gjatë luftës së dytë botërore për t'i fshehur banorët dhe ka qenë vend i paarritshëm për ushtrit. Por tani nuk është i paarritshëm. Shumë lehtë mund të kthehet në një super atraksion turistik me vlerë të madhe historike e kulturore.